Cili është koncepti i riskut sipas fesë islame? Nuk ka dyshim se risku është një prej tematikave shumë të ndjeshme në jetën njerëzore, sepse prek drejt për drejt sigurinë ekzistenciale, po ashtu stabilitetin psikologjik dhe është një lidhje e drejt për drejt e njerit me krijuesin e tij. Prandaj, pavarësisht besimit dhe bindjes së njerëzve, risku i preokupon ata ditë e natë. Edhe në bisedet e shumta me njerëz dëgjojmë e shohim që një pjesë e bisedës tyre është pikërisht për shkak të riskut apo furnizimit. Mirë po shpeshherë keq kuptohet ky koncept duke përkufizuar riskun vetëm në atë çfarë është materiale. Gjithsesi materiale, pjesa materiale, duke përfshirë ushqimin, pijen, veshmbathjen, vendbanimin, është pjesë e riskut, mirë po jo i tërë risku. Andaj, dietarët islam riskun e kanë përkufizuar duke thënë se është çdo gjë nga e cila njeriu përfiton. Prandaj, Islami e trajton atë në dimensione të ndryshme dhe të shumta, në dimensionin shpirtëror fjala vjen. Imani, besimi i njeriut, udhëzimi në rrugën e drejtë, qetësia shpirtërore dhe rahatia e zemrës, nuk ka dyshim se janë prej formave dhe prej riskut më të madh që mund të përfitoj njeriu edhe në jetën e kësaj bote, po në botën tjetër. Pastaj në dimensionin fizik, Zoti i Madhëshëm i ka dhënë dikujt shëndet të mirë, e që vetëm atëherë kur e humbim e kuptojmë vlerën e tij. Pastaj në dimensionin social, nëse të ka dhënë Zoti një familje të mirë, fëmijë të edukuar, e të sjellshëm, një bashkëshort apo bashkëshorte që të mirë kupton, të ndihmon, të mbështet, nuk i ke prindrit, i ke fëmijë të udhëzuar, nuk ka dyshim se është një risk i madh. Sikur që risku mund të jetë edhe një shoqëri besnike, mundësia për të bërë punë të mira, largimi nga të këqija, të gjitha këto janë pjesë e riskut. Madje risku mund të jetë edhe risk i fshehur. Ndonjëherë Zoti i Madhërisëm të shpëton nga ndonjë fatkeqësi, nga ndonjë sprovë që ka mundur të godas ty dhe t'i shpëton, edhe kjo është pjesë e riskut.